atë hapi dyrë, themi kështu, këtë shmim. Ndoshta vëmendje të medjave, vëmendje të njerëzve, atë ofroj të e pas parasysh ti e ke dëshire dhe e shetë të ardhmën tënde në media, pak a shumë. Të kanë ndihmu këto ditë, çka ke vrejt ndoshta? Po, a kem pas oferta, po kem pas oferta, kemi edhe oferta që me përfaqësu Kosovën edhe jashtë vendet, që jemi të i pa normal, se nuk është se kemi vendos ashtu pa i pa mirë gjanat. Jena të punu në projekte shumë të mira, që për një me nuk po du dilara ashtu shumë me shfaq këto, po në ashtë ana emision tjetër ka me zvullu pak. Po, këtu po i shohim edhe momentet, edhe fotografi që pak a shumë ndoshta e tregojnë rrugtimin tënde dhe karrierën tënde në përgjithësi prej momentit kur ke nis me këtë pjesën e mediave në përgjithësi, pjesën e reklamave, rrjeteve sociale. Kisha pas qef me të ty pak në kohë me tregu qysh ka qenë fëminia jote, kush ka qenë Inesi para se të zgjedhej mes? Inesi qysh e vogël e ka dash fotografin dhe shumë gabim që si kena pas të foto ta më që tash momentale. Mi dokumentu që realisht është një ëndër e jotja. Qysh e vogël, kom pas qef me u stilu ashtu me veshja, i kom najt vitit gati shumë, dhe më thonë që krejt e kanë ditë familjarë, që në diçka kom u marë me televizion. Jëm kona ashtu fëmi që i kom najt gati vetit, unë s'kam dalë dhe më thonë pa i pas, thojt në regull, dhe bus me glas, as një hara. Kështu që jëm kon pak fëmi hiperaktiv ashtu në përgjithësi. Trego pak për kujtimet tua më të bukura. Cilat janë kujtimet tua më të bukura në të kaluamën? Çka kujton edhe tash? Për çka ke nostalgji? Për çka të merr malli ndoshta? Me tregu si drejt, na shta fëmiria normal, krejt doj me këthy, pse jo me shiu hala ma shumë. Nostalgji, na shta nostalgji është që kjo pjesa pesmarja që ku marrë pjesë në mes, është një san që për një me nuk harrohet, se është një ndjenë ka gja e mirë, kush e ka provu e den, edhe menoj se që kjo ka me kohë një ndërë. Çdo herë ka me met ashtu në mendjen tënde. Sigurisht që gjatë jetës ka momentet ndryshme, emisione ka emrin Ëmël, kështu që më trego për momentin tënd më të ëmël në jetë, momentin më të bukur në jetën tënde. O Dilara më kënë zonë kush. Kam shumë momentit mira, dyqysh se di. Ka njëherë nuk mund është as me ndohet, dhe sidomos kur të pyet dikush, të zanë si pa pregadit. Jo, nashta një moment Ëmël, s'po di. Nuk e di Dilara, ka plot momentet mira ashtu, për një që kisha mujt me cik, s'po di. Valla nuk po di. Një që kisha mujt kështu taman me cik. Po, mbase kurorëzimin, si mes? Kurorëzimi po, ama s'di. Nashta u kona jo pjesa që nisa me startu me reklama, me thonë, nisa pak murrita, ke pa që i hën vetja në qep pak njëret, nashta që aja u konë pjesa që kësha mujt me cik, që u bona zoja vetit me pak fjallë, edhe mu hapën shumë dyrë të reklama, gjatë që se kësha me ndu asë një herë, se për një vajzë e re, 18 vjeqare, me startu, dhe më thonë qaq vrullë shumë me reklamat shumë ta, është a pëdim pa pik për kraja është. Çfarë ndjesie ka qenë për ty? E përmende u bone e zoja e vetës. Çfarë ndjesie ka qenë kjo për ty që ndoshta pak a shumë e krijon ose e fiton një privatësi edhe e din që duhesh me punu për veten edhe mandej veç mvarësh prej punës që e bën? Dilara, unë jam shumë pro vajzave që punojnë, që janë zojat e vetës. E kena diskutu edhe në shumë intervista tjera se në Kosovë po jetojmë edhe pedim se që shpobohet. Unë i rrim bra pa asaj që për një me duhet me punu, fort me arrit vetë, pa jasë gjadore në kërkuj. Familja, sa kanë qenë për kraje? I përmendë edhe në fillim që ndoshta ata kanë qenë ata që të kanë shty më shumë, mirë po qysh janë raportet, sa kanë qenë për krahës në rrugtimin tënd? Unë jam veç një vajzë. E pas ke krejt vëmendjen, do thëtë. Në fakt, e kam edhe një vlla, po kështoj vetë një vajzë në familja, për krajnë e familje se kom pas çdo herë edhe vazhdoj me pas, nuk është sa, për shambull, edhe në qëfëse më kam bu në kritik, janë munu në atë mënyrën pozitive çdo herë, edhe që kjo ku ndima me e madhe, për ndryshe mamin e kam shoqen më të mirën, unë shoqen nuk është se kam, kështu nështë a keq me thonë, po unë me... Se nuk ke shoqe? Ka qenë mami ajo që ka qenë çdo herë afër teje dhe nuk e ke ndi nevojën, apo heziton me u besu të tjerëve?
Edhe hezitoj me ju besu të tjerve, po me të thonë drejtën e ma shumë knaq në një pushe me mamin, me shku se me shku në është ta me shoqa. Nuk e di, kam shumë shoqet mirë, prenti kam si shokën për gjithësi. Kjo ka shumë rëndësi, po besoj edhe këtu je për shkak se ke pas të përkrajet madhe, sepse nëse se ke përkraje në familjes, e ke një mangësi, nuk e çdo herë përmbushne pastaj. Po Dilara, nështë edhe që kjo është pjesa për shembull që hezitojnë edhe prind me i lunë vajzat, sidomos me marrë pjesë në kësi lloj spektakle, se të një shumë muhabete apo kupton se qysh po bohen mes e kështu. Ka si lloj raste se ndodhen edhe di nuk është se i paragjykoj.